një ditë, por nëse nuk gaboj, nuk është e pranuar agjërimi në atë fazë. As nuk është i pranuar e as nuk është i lejuar. As i lejuar? Nuk është i lejuar fare. Është gabim me agjërue femrat që janë me ciklin menstrual. Është gabim me agjërue. Gjatë ciklit menstrual lirohen për të gjitha adhurimeve. Po flasë për këto adhurimet që janë obligative, ndërsa janë të lira femrat me ciklin menstrual në adhurimet fakultative, me përmend Zotin, me lutë Zotin, lutë Zotin, ku farë problemi nuk është, me bodhikër, do me thonë, elhamdulillah, të falenderoj, o Allah, subhanallah, i lartësuar, pa të meta i, o Allah, Allahu është me i madhi, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, të gjitha këto dhe të ngjajshme me këto janë të lejuara. Ndërsa agjërimi apo namazi nuk janë të lejuara edhe